Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, vëllezër të nderuar, motra të respektuara, po vazhdojmë me dispozitat e shkronjës ra. I kemi përmend rastet kur duhet të shqiptohet në formë të trashët apo në formë të fortë, ra, ru, e kështu me radhë. Tash do t'i përmendim disa raste kur duhet të shqiptohet në formë të hollë apo të butë, shkronja ra. Në rasti i parë, që është klasik, ku duhet të respektohet që raja të shqiptohet në formë të hollë, ri, është kur t'jen me kesra, kur t'jen me lëvizjen kesra, me i, domethënë me zanarin i. Si për shembull, rizqa, 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 merigj. merigj. Këto shembuj janë nga Kurani famulart, edhe jo shikues ndërrosh siç po i shihni në ekran, ju këshilloj që ti përsëritni. Domethënë dallon shqiptimi me radiyallahu, radiyallahu, rahme, rahme, ruhama, ruhama me rizqa, rizqa. Domethënë dallon shqiptimi, apo shef, është në formë e hollë but. Rizqa, rizqa, Rizqa. rizqa. Apo rizqan, Rizqan, merigj. merigj. Rasti tjetër kur raja duhet shqiptohet në formë të hollë apo të butë, është kur ajo vjen pas një kesrës së, domethënë lëvizjes me i, që është origjinale, dhe pas, domethënë ajo me sukun raja, pas, domethënë pas një kesra që është origjinale, dhe pas rajës me sukun vjen një germ e cila bën presion drejt pjesës së poshtë të nofullës, jo pjesës së lartë të nofullës. Domethënë është prej germave të buta, si për shembull, domethënë në shembull i shihni shumë qartë se ç'është për qëllim, El Firdaus, El Firdaus, El Firdaus, Firdaus. Këtu e kemi përpara një kesra, domethënë tek fe kemi një kesra, pastaj po vjen raja me sukun dhe pas rajës me sukun po vjen një germ që bën presion, domethënë drejt pjesës së poshtme të nofullës. Domethënë nuk bën presion drejt pjesës së lartë të nofullës. Si del, domethënë de, kur del nuk është sigurisht kha. Kha shkon thonë, kështu e kanë vlerësu dietarët, domethënë kur i kanë analizu germat, thonë kha po shkon te nalt, de po thonë po shkon më shumë te poshtë. De, thonë është edhe e lehtë. Prandaj El Firdaus. El Firdaus. Apo shir'atan, shir'atan. Shir'atan. Rasti tjetër kur raja duhet shqiptohet po ashtu e butë apo e hollë, është kur janë në fund të fjalës. Ndërsa para saj vjen një germ që është me sukun i pazëshëm. Në fund të fjalës, domethënë në formë me që është me sukun. Kur ndalemi e themi me sukun. Para saj është një germ me sukun. Përveç shkronjës je. Dhe para saj vjen me kesra. Domethënë vjen me i, me zanorin i. Si për shembull, shkruaj fjala es-sihr, 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 es-sihr. es-sihr, Po, el-dhikr, el-dhikr, el-dhikr. el-dhikr, Jo dhikr, dhikr, el-dhikr. dhikr. Po, rasti tjetër apo kur janë po ashtu para saj, domethënë një kesra, si për shembull, germa nasir. Do thonë këtu në fund është me sukun, kur ndalemi. Do sikur për shembull Nasir, 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 El-Qadir, 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 Nasir, Nasir. Nasir. Do thonë kur ndalemi, kjo është me rëndësi të dihet. Rasti tjetër kur duhet po ashtu të shqiptohet në formë të butë, është kur para saj vjen një kesra, ndërsa pas saj vjen një fjalë tjetër me një germ që bën presion drejt pjesës së lartë të nofullës. Si për shembull, këtu endhir qaumek, endhir qaumek, endhir qaumek, Endir qaumek, endhir qaumek, endir qaumek, endhir qaumek. endir qaumek. Fasbir sabran, fasbir sabran, Fasbir sabran, fasbir sabran. fasbir sabran. Dëgjoni mirë shikues të nderuar. Domethënë pas raja po e shihni para fjalës sabran. Po e shihni shumë qartë,
ka ardhur me sukun. Para ras ka ardhur një kesra, që është e plot, që është origjinale. Dhe pas rajës me sukun ka ardhur një germ, do të thonë që bën presion drejt pjesës së lartë të novullës, që është sa, po e dëgjojmë sa bën presion tek pjesa e lartë e novullës, është e rëndë. Prandaj themi fasbir sabran. Fasbir sabran. Fasbir sabran. Prandaj ky shqiptim i ras është më i holl, nuk është sikur radiyallahu radiyallahu, edhe këtu fasbir. Raja është më e holl, po. Do duhet të respektohet kjo. Herën e ardhshme do t'i trajtojmë edhe disa raste ku lejohen të dy format. Deri atëherë, Allah ju rujt, wassalamu alaikum wa rahmatullah.